Përshëndetje të gjithëve, sot kemi RS8 2020-ës, kena bo 2 S8-at, benzinë dhe naftë, edhe tashi më në fund kena këte më të fuqishme që ka Audi nga Freestradat. Alle ka të performansë që kanë gjerë tashi të kësaj, po kjo është e 2020-ës, në atë kohë kjo ka qenë më fuqishme. Krahasu me S8-ën, S8-ën dhe RS8-ën, kjo është më agresive, duke nisë që përpara, e ka parakolbin më ndryshe, ka këtë si front lip këtu poshtë, të qamet i ka më agresive anash. Pastaj kalojmë të disjet, kjo është me disë 23-eshe, frenat ceramike, i ka i lloj si përsh turbo GT-ja, 420 mm i ka diskun e frenave, edhe me 10 pistonçina i ka frenat. Edhe mrapa, ceramik. Kanë qenë opsionale, se janë pas standarde, Porsche i ka pas standarde, këtu kanë qenë opsionale. Kjo i ka 295 gjona mrapa, Porsche i kishte 315, pak më gjona se kjo gomat. E këtu mrapa është difuzori, është ndryshe, marmitat janë ndryshe. I ka këto valet që i ka RS-ja. Kjo është e marmita sportive, dhe e shohim kur ta nezim pastaj. Këto çamet këtu janë vetëm për look, se janë funksionale. Ka dhe spoilerin të lartë, pak më sportiv. Për qenë është e bukur, më thënë nga këto rivalte e vetë, se ne kena bëjë X6 më competition, më e bukur është që nga jashtë. Ka kamerën, ka këto të radarët për distronikun. Dritat i ka Matrix, LED edhe dinamike, që lëvizin bëjnë atë kështu, ato lëvizjet kur e hape myll, dhe e shohim dhe atë. Bagazhi ka hapësirë, elektrik. Tani ta shohim edhe motorin. Kjo është 4000 V8 biturbo, është me hot V që i ka turbo të mes, si që përdor Audi ka vite. Këtu ka 600 kuaj fuqi edhe 800 Nm tork. Është motor që është përdor shumë makina, te Cayenne GT-ja turbo që bëm, turbo GT-ja, i ngjashëm është motori, aty ka më shumë fuqi, edhe të Urus që ka më shumë fuqi. Kjo ka i lloj si RS6, RS6 ka fix sa që ka këtu fuqi. 600 kuaj edhe 800 Nm tork. Po ka shumë mundësi për modifikime, është motor që ma shumë, mund t'i bësh stage edhe ashtu fuqi goxha. Shikoj ka edhe centralinën, se ta që kanë fillu i vend shumë afër motorit, se mërve si gjenë ca vene kështu. Kjo është me ftoje, më thonë këtu, kalo ujtë të këto, mërena, i komplikojnë, po mund t'a kishin vu mi vend një kaq afër, e s'do kishin nevoj kaq shumë. Shohim interiorin tashi, është me qepje, tashi normalisht to janë frameless edhe janë doppio jump, janë pa hegër lartë. Të qepin e kuqet bukur këtu. Bokset Bang & Olufsen, po nuk ka 3D-n, këtë pjesën këtu e ka Alcantara. E kemi RS8 me masazh, sedilet elektrike, me lumbar support normal. Është me këto romba këtu RS, shumë e bukur. Rimesën e ka karbon, timonin e ka komplet Alcantara, lartë është me qepje, komplet. Edhe pjesën aty me qepje, edhe lartë vazhdon shumë interior i mirë, e pastër, edhe këta jashtë Alcantara tavani komplet. I mungojnë vetëm të bokset 3D këtu, edhe mirë, nuk i ka vu as kineze, si s'ke që do, kurse ka, me head-up display, tavani panoramik lartë, sendilet shumë bukura me logon RS, komplet rimesa e karbon, edhe tu karbon, është dry karbon i thatë, jo me shkëlqim, jo gloss, timoni RS-s, po me Alcantara komplet. Timoni ka qenë opsional, nuk është standard që Alcantara, se kjo ka opsione. Edhe pse është makinë që fillon nga çmim shumë i lartë, prap opsionet i ke shtesë, me pedal shifters, kamen ZF 8 marshe, tu frenat e dorës, auto holdi, sedilet ngroje ftoje, ka dhe këte që nxjerr aromë të erventat. Tu kontrollo klimën gjonat, ke gjithë këto gjonat e tjera pastaj këtu. Shqyqyr ke edhe këtë shortcut për muzikën këtu, e ke edhe të timoni, start stopi, këtu ke pastaj këto drive select me zgjedh sport plus dynamic auto comfort all road që ka këtë gjithë të tjerat, kamerat 360 gradëshe, të janë të sistemet e sigurisë të këtë tjetra. Si interior është i mirë, funksional, nuk jam super fan si modhi këtyne, po prap tashi këta e ka shumë pastër, Audi e bë shumë mirë këtë ekran digital këtu. Edhe këto mënyra, ndoshta mësohesh me kalimin e kohës, se i gjen, po unë kam qef që ca gjona ti kesh butonat, pak në kryesore, që më fut menu për çdo gjë, po besoj mësohesh edhe me këtë. Tash si po shko koha që po i bëjnë akoma më të mëdhej, prap më mirë është kjo.
Ta shohim edhe pjesën mrapa. Këtu tashi direkt kemi klimën me 2 zona të veçanta mrapa, 2 parë, në thonë 4 zona. Se dilet me ngroje edhe mrapa. Ke këto vene 2 Type-C aty për të kajku telefonin. Ka këto cup holders aty. Është me perde, edhe ke kështu me buton, jo manuale. Edhe kjo vuj qik, me këto sediljet e mëdhaja, vuj për të pa para, se ta bloko këtë pamjen. Ka airventat këtu. Si kupe që është, ke vend për kokën, në fakt nuk është aq keq. Jo nuk është aq keq, po është shumë mirë madje. Për kokën ke shumë hapësirë. Nga këto kupet e tjera mund të jetë ndër më e mira për hapësirë. Që me qenë makinë tamam, jo kupe, jo SUV kupe, ka vend plot. Edhe për komët ka hapësirë, nuk ke vend sa të dush. Kështu që është ambient i mirë për të nejtë edhe mrapa. Tash do e morim i gjirë RS80, ta shohim qa performancë ka, si është krahasim me X6 me Competition, edhe me Cayenne Turbo GT-n. Që RS80 është si më e përhapmja nga këto super SUV të në Shqipëri, X6 më ka më pak, edhe Urus ka goxha, edhe është ajo që gjithë thonë që Urusi është si RS80, po do e provojmë dhe Urusin, kështu që do e shohim dhe atë pjesë. Kur jenë komfort nuk është se e dallon fort ndryshimin se isoj het si S80 edhe gati si S80. Pak më fort është, i ka 10-23 është edhe amortizimin më të fort. Po jo se dalloj gjo, derisa filloj jep gaz fort. Përgjigjet, në është ajo aq direkt, sa i Cayenne Turbo GT-ja. Njëti motor, pa i sigur përgjigjet e pak më shumë. Ja, tani në RS2 është Gjero. Po pra, shumë e shpejt. Jo se X6 GT-ja është edhe akoma më e shpejt. Aty janë. Kështë diferencë fort e madhe, jo. Këto shpejtësit e larta, së tërheqme, sigur, i bje i qika e fuqia, agresiviteti. Tash është mirë, dhe sigur fillo kaloj 160, që sigur, tash është dhe malori qik tu. Prap kafsh është kafsh. Stabil në rrugë, sa të dush. T'jep konfidencë, më fut në theje sa me shpejtësi, pa frikë fare. Makinë për autostradë, për autoban.
Po, me stage, me intake, me marmita, downpipe, e bo shumë më të shpejt. Zgjohet direkt pastaj. Jo se s'është shpejt që jo. Po kur mësohesh se ne ti e mësu, nuk duken më dhaq. Diferenca është në timon më shumë. Se në kështu performancë vit drejt, aty janë, po në kthejë saj qika më veja pak më sportive, pak më shpejt në vit drejt, pak shpërthe pak më shumë. Gjull marshet të bëtë dënë shiftën pak më shpejt, po më gjithë se këto ZF me 8 marsh kanë përvarë që kanë programu, se të dyja me ZF janë. Po, ka jeni po, a ishte më e veçanë, më i shpejtsh. Shpejt. Deri në 200 herë është shumë e shpejt. Tash të bëjmë konkluzionet e RSGT-s. Kena bo X6 me competition, kena bo Porsche Cayenne Turbo GT-n, GLE 63 që kupe kena bo vetëm vjetrën, që duhet me bo dhe terren, do bëjmë edhe Urusin këto ditë. Për pamjet jashme, mu më pëlqen më shumë RSGT-a. Është shumë e bukur edhe krahasu me këto. Tash Cayenne Turbo GT-n dhe zgjidhsha se është e veçantë. Po e bukur është edhe kjo, goxha. Po ajo është e veçantë, ato dy marmintat mes i herë është shumë e veçantë. Për performancë, ndryshimet në këto lloj nivelesh nuk janë shumë të mëdha, po krahasu me X6-ën më competition është më ngadalt, pak më ngadalt, edhe me Turbo GT-n edhe më ata është më ngadalt. Turbo GT-ja deri tash është on top, më e shpejta, më e mira e grupit këtyne. Do bëjmë dhe Urusin, do shohim si është dhe Urusi. Po si paket, si makinë performance, është shumë e mirë. Skeqa e thua është shpejt sa dush, po është makinë autostrade, makinë për shpejtësi të lartë, në kthejesa është shpejt, stabil shumë, po ajo Turbo GT është më fan, ajo rëshisti i qik, ikti i qik. Edhe X6 më duket pak më fan. E ndjej qik më shumë, është pak më sportive. Në limite, kur jep gaz fort e kështu, është ku të përgjigjet pak më shumë, i pak më i lidhë me makinën me ata. Me këte, kjo shko ku dush, ik ku dush, është me rear wheel steering me timon mrapa që kthehen dhe gomat mrapa, është stabil, po atë pjesën e fanit, e kënaqësisë, nuk e ka historia, domethënë kënaqësia e kjo është fuqia, shpejtësia. Në kthejës sa kështu nuk është se ke ndaj ndjeshmëri shumë të madhe. E pret timonin ku dush, po nuk e ke atë qefin, atë adrenalinën njëse si këto tjera. Se di si mendoni edhe ju si është duk dhe ju, kjo është super makinë, i ke gjitha, se dile me masazhe me çdo gjë, çfarë dush ti i ke, i ka gjitha gjonat, nuk është e lirë, është makinë e shtrenjtë, po është goxha më lirë se Urusi. Deri tash shumë e mirë është, po Turbo GT-ja është on top, X6 me competition vend 2, kjo është në vend 3. Vend 3 për performancë, për pamje është e bukur, ja kaloj X6-s më, është më e bukur se ajo. Do bëjmë dhe Urusin edhe inshallah po gjejmë edhe GLE 63 kupe model neri edhe pastaj ta bëjmë listën e updateuar. Shpresoj të ketë pëlqyer video edhe shifojmë videon e radhës. Mirupafshim.